kemi në Kosovë ligjin për sigurinë komunikacionin rrugor publik, i cili në qoftë se shkelet, në qoftë se ka prova që është shkel, domethënë personat e caktuar dhe marrin dënime të caktuara në gjykat, mirë po zakonisht kur personat ballafaqohen me gjykatën dhe ballafaqohen me përgjegjësi penale, janë ato raste kur ata kanë shkaktuar aksident trafiku. Edhe zakonisht me pasoja të mëdha materiale apo edhe me pasoja qoftë të lehta apo të rënda jo materiale, pra me lëndime trupore ose me fatalitet. Në këto raste ata i nënshtrohen përgjegjësisë penale. Mirë po na kemi shumë raste në praktik që personat për shkak të një kundërvajtje e marrin dënimin nga ana e policisë rrugore, mirë po të njëjtin dënim nuk e paguajnë, nuk e përmbushin detyrimin pra të cilin e kanë. Unë personalisht e kam pas një rast ku personi i ka pas 70 dënime për kundërvajtje dhe asnjërin nga to nuk e ka kompenzu. Mirë po edhe sikur ta kompenzonte ndonjërin nga to ose pothuajse të gjithë, prap ka disa persona që dënimi me të holla në aspektin e kundërvajtjes nuk e ngrit përgjegjësinë e tij apo vetdijen e tij që duhet me i respektu rregullat e trafikut publik. Pra konsideroj që në këtë drejtim, nëse një person ka 70 kundërvajtje dhe 70 etiketa dënuese nga ana policisë rrugore, konsideroj që dënimet duhet me u shpërsu, edhe në qoftë se ato nuk vijnë si vepër penale në gjykat, po edhe në qoftë se vinë si kundërvajtje. Qoftë me heqjen e pikëve, qoftë me marrjen e lejes së vozitjes në mënyrë të përkohshme, derisa personi të konsiderohet ose të vedisohet se vozitja e tij ose veprimet e tij janë të kundërlidhshme dhe janë të rrezikshme për shoqërinë. Këtij personi ja 5 vite diçka nuk e ka dikush i ka 70 gjoba. Pavarësisht ai ka paguar ju 70 gjoba, ati u dash një periudhë të gjatë kohore mos më ia dhon të drejtën as me hyp makinë. Vetëm një diçka, unë nuk po muj me kuptu që shka mundësi dikush mi pas 70 gjoba edhe mos me mujt me i paguar me dhënë. Ai edhe nëse i shkon për emergjencë injekcion nuk ish dash me i dhënë. Kushtimisht po them. U mendon një dënim tjetër. Qoftë mi u ndal paga, qoftë që po besoj që ndoshta ai na veshtuhin sistem, ama me të vërtetë. Problemi është kur këta persona nuk janë në marrëdhënie pune. Edhe kjo është arsyeja pse nuk e paguajnë. Nëse nuk është në marrëdhënie pune, ky nuk ka drejt me vozit. Nuk ka drejt as me kap timonin dorë, nuk ka drejt. Ky okay, ka pas ndoshta nuk ka ndodhur me pas diçka me fatalitet. Përndryshe, pse ka te kalu shpejtësinë, ai akoma nuk ka rastis me bën një aksident që ndodh fatalitet, përndryshe për ti çka pritet. Pra po në pajdona me Valentinën, domethënë kur pja hedh fajin shtetit. Nëse një individ e ka çat luks me u dënu edhe mos me pagu dënimin edhe nuk privohet prej kur gjafit, atëherë pse ai mos me vazhdu me qenë i lirë në komunikacion.